Përshëndetje miq, sot është një video në lidhje me si të veproni me super hënën në binjak e cila është në 5 vjetor. Këtë do të ndaj në 2 pjesë, pjesën e parë si ndikon energjia e hënës pra të plot në binjak tek të gjithë shenjat tona, ashtu sikurse edhe shtëpia me numër 3. Ndërkohë, para se të filloj të shpjegoj se si ju të veproni, unë dua t'ju tregoj që sot është dhe data për të cilën po publikoj, data 29, dhe në numerologji është numri 11, dhe ndërkohë dhe ne jemi në muaj 11. Pra, numri 11 është që shfaqet 2 herë, ashtu sikurse e kaluam dhe para disa ditësh që ishte 11 i 11. Këto janë portat e hapjes dhe kjo super hënë e plot është super sepse është afër tokës dhe ndërkohë me këtë numër tregon që të gjithë ne jemi në një pra këtë muaj për të cilën jemi të ftuar që të bëjmë zgjedhje që na sjell afër vërtetësisë vetes tonë. Mësoni që ndoshta që të gjithë duke ndjekur rrugën e shpirtit, ju e merrni këtë numër, e shikoni dhe kjo është që ju jeni lidhur me shpirtin tuaj binjak dhe numri 11 është që tregon manifestimin, duke manifestuar atë që shpirti juaj ka bërë lutjet apo ëndrat tuaja për atë që shpirti juaj ju drejton, dhe në këtë rast për një pjesë mund të jetë që është që jeni rritur në lidhje me zhimmin tuaj shpirtëror, për një pjesë ndoshta i ndjeni që keni një intuit të lartë, ashtu sikurse jeni në manifestimi, sepse është pra numër për të cilën kur ju e shikoni dhe është që me të vërtet jeni në rrugën e manifestimit tuaj për të lidhur, për të bërë zgjedhjet tuaj ashtu si shpirti juaj ju drejton për atë që ju dëshironi, kërkoni dhe ndjeni që ju sjell kënaqësi, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë keni probleme tuaja për atë se çfarë shpirti ju solli këtu ku jeni, pra kush është misioni i shpirtit, pse jeni këtu dhe shpirti juaj e di më mirë se ju, gjithsesi jeni në këtë moment për të cilën është ju do ta ndjeni që jeni në përfundim të pra asaj që shpirti ju solli, ashtu sikurse edhe ndoshta edhe përmbushje në kuptimin e me të vërtetë asaj që kush jeni ju në të vërtetë dhe çfarë jeni duke ndjekur në këtë mision të shpirtit tuaj. Ndërkohë për një pjesë nga ju mund të jetë që ju e ndjeni që kur e merrni shpesh këtë numër, ju e ndjeni që jeni të lidhur me fuqitë e larta jashtëtoksore, pra me mençurinë e vërtetë të mësimeve të pararsëve tanë dhe ndoshta e ndjeni që jeni në manifestimin tuaj në lidhje me atë që shpirti ju solli me një mision dhe me një drejtim dhe ndoshta jeni duke manifestuar që të gjithë jeni unik, ose jeni duke qenë se keni një zgjim shpirtëror, pra të lartë, ndoshta dhe jeni në këtë lidhje me superfuqitë e larta, jeni që ndihmojeni dhe janë sipas asaj që jeni, mund të jeni që kërkoni të rrisni aftësitë tuaja shpirtërore, ose dhe ndërkohë që atë që dini jeni gati ta manifestoni në univers, dhe jo vetëm për veten tuaj dhe për rreth, por edhe më gjerë, sidomos ju që e merrni këtë shpesh këtë numër 11, ju jeni të lidhur me flakën tuaj binjake, pra ju ndjeni ndoshta një lidhje me zemrën tuaj, pra ana e majtë është bashkuar me anën e djathtë,
pra me veten tuaj kush ju jeni në të vërtet, tërësisht e çliruar nga çdo lloj frike dhe ju jeni tani me një vizion larg pamës, duke manifestuar ëndrat tuaja me qartësi dhe me besim që vjen nga brendësia e zemrës tuaj për atë që vjen ndjeni në brendësi, duke e ditur që udhëheqeni nga më i larti drejt rrugës së madhështisë. Pra ju që e merrni këtë numër të shpesh që është 11 dhe në këtë rast është që është hapur porta, pra e dini që ndjeni që jeni në stabilitet dhe jeni në rrugëtimin për të vazhduar misionin e mrekullueshëm të jo vetëm të shpirtit që jeni në një linjë, por dhe të drejtimit të jetës. Në këtë rast ndoshta jeni të zgjedhur duke qenë vetë mohues dhe i shërbeni me të vërtet tokës mërm, pra në këtë rast edhe Zotit tuaj apo universit, se kur them Zoti e keni në zemër, pra i keni hapur zemrën, jeni lidhur me zemrën dhe në këtë rast jeni të përzgjedhur për të vazhduar këtë mision pra të drejtimit të shpirtit tuaj. Ndërkohë kjo e përforcon shumë kjo ditë, është data 29 për të cilën dielli ka hyrë në shenjën e 13 që është midis akrepit dhe shigetarit, dhe ka filluar sot në këtë datë që po publikoj këtë video dhe vazhdon deri në 17 dhjetor, ndryshe quhet që ju jeni mbajtësi i gjarprit, por në këtë rast nga ana shpirtërore mbajtësi i gjarprit ka të bëjë me atë që është gjarpri në anën shpirtërore është pra energjia e tij për të dalë dhe një gjarpri heq lëkurën, dhe në këtë rast edhe ju ndoshta e kuptoni që jeni kryekëput ndryshe nga qishit, kush jeni, dhe në këtë rast e dini që jeni pra në identitetin tuaj të ri që i shërbeni plot fuqisë hyjnore Zotit universit të bollshëm për të vazhduar në ndihmë humanitare si altruist, pra me vetmuim dhe me dashurinë pa kushte, me dëmshurinë e madhe për të krijuar, për të ndihmuar në evaluimin e qenies tonë njerëzore që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe kjo është ndoshta ju e ndjeni që pra jeni lidhur me numrin 13, me anën e 13 dhe në total jep numri 4, dhe numri 4 është që përfaqëson planetin e Uranit. Urani është qielli, është Zoti jon, është universi jon. Dhe në këtë rast ju e ndjeni këtë lidhje të fuqishme që keni, sepse jo vetëm që ju gjatë gjithë rrugëtimit që keni marrë këtë numër 11, pra jo vetëm data 29 që është 11, po dhe muaj 11, është që ju e ndjeni tani që jeni të lidhur dhe ndihmojeni duke vazhduar këtë rrugëtim, sepse zgjimi i shpirtit është një proces jo në një vit të drejtë, edhe pse keni arritur, çfarë keni arritur, shpirti është gjithmonë në rritje, në zhvillim, dhe atë që bëni sot do t'ju çojë nesër, hap pas hapi duke vazhduar rritjen tonë shpirtërore. Që të gjithë dhe ju që jeni lidhur me dy energjit, qoftë nga ana mendore, qoftë nga ana shpirtërore, pra jo vetëm me dy energjit që jeni në bashkëpunim, pra jeni përballë duke vepruar, ju me të tjerë dhe ju me veten tuaj, por dhe ju vetë për të cilën keni planuar që të ndiqni dhe keni zgjedhur veten tuaj dhe të lidheni dhe pra rrugëtimin që keni hapur zemrën, keni zgjedhur me të vërtet dashurinë hyjnore, dhe në këtë rast është ana me numër 13, dhe që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni se si keni lidhjet me universin. Pra në qoftë se ju jeni të hapur dhe e ndjeni që i keni arritur në nivelin e një stabiliteti në lidhje me mendjen, që është një mendje me të vërtet
e mençur, me vërtetësinë e mësimeve të universit, me shpirt të dëmshur, me dashuri pa kushte, krijues që ju drejton, me emocione master, dhe në këtë rast ju jeni vetë, ndoshta i ndjeni që jeni pra shëllues shpirtëror, ylli i qiellit, punëtori i dritës apo angjëlli i tokës që keni zbritur në tokë, dhe sigurisht e ndjeni që jeni pra të gatshëm për të vazhduar, për të ndriçuar me të vërtet tokën me dritën tuaj, sepse ka nevojë. Toka mam ka nevojë për dritën tuaj, që kjo johën të shkëlqej kudo në çdo cep të botës, dhe është jo vetëm që tashmë ka 13 vite që vazhdon, që është triumfi, jo vetëm ka zërrënj, por është dhe në lullëzim e sipër, dhe një kontribut e jepni dhe ju. Dhe tani ne të fillojmë me atë që dua të tregoj para se të filloj. Është me të vërtet për të gjithë ju, kjo Super-ën është e treta e këtij viti, është në shenjën e binjakëve, që do të thotë ne që të gjithë e kemi binjakun në zemrën tonë, sepse është vetja jonë, është ajo që jemi në këtë rast, jemi ballë për ballë me veten tonë, por ajo që dua të tregoj është një Super-ën e plot që përfaqëson fillon është në 5 vjetor dhe është nata më gjatë dhe më ftohtë, sepse kemi hyrë në hemisferën veriore dhe është koha e sezonit pra të dimrit, ka filluar dimri. Netët bëhen më të ftohta, me ngrica, qielli vazhdon të jetë, kur të dilni në balkon do të shihni yjet, pra qielli është i pastër dhe yjet do të, pra mençurinë e planeteve, që të gjithë ju që e ndjeni, se keni të rreqe, është ajo dashuria pa kushte, dhe ndërkohë është lidhja që ju keni, e ndjeni që Zotin e keni në zemër, e ndjeni që është ajo lidhja që ju keni krijuar dhe vazhdoni të ndiqni ku ju drejton shpirti, që të gjithë sipas asaj që jeni, pra në shërim, në rritje, në zhvillim, apo në ndriçimin tuaj, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini ku jeni, por të kuptoni që është viti i fillimit të re, të fillimit të ri, pra në këtë rast dhe numri 11 ju fton për atë që jeni, dhe ndërkohë edhe për përmbushjen tuaj të misionit dhe të drejtimit të jetës, duke vazhduar që viti që vjen do t'ju fusi akoma dhe më shumë në një rrugëtim më transformues dhe më manifestues për atë me të vërtet që shpirti juaj ju solli këtu. Ndërkohë të kuptoni që nga ana astrologjike është data dimri, fillon në solstisin dimror dhe është numri 20, data 21, dhe data 21 dhjetor është nata më e gjatë dhe pastaj fillojnë ditët, marrin ditët. Sigurisht ne jemi dhe në muajin për të cilën që të gjithë e dim nga ana që janë Krishtlindjet, ashtu sikurse gjatë kësaj kohe ne kemi kaluar ditë të errta dhe sigurisht mbas Krishtlindjeve është dhe ajo që do të festojmë pra fillimin pra festën e dritës, pra do të rikthehet drita. Pse? Se një fakt që është edhe jo vetëm ne që kemi bërë një punë të mrekullueshme për një fillim të ri, apo pra të një faze të re, apo të ciklit të ri, apo të përmbushjes për atë që shpirti ju drejton, pra që të gjithë jeni unik, por sidoqoftë është kthimi i dritës. Le të fillojmë me një mantër në datë 5 dhjetor që të gjithë Super-ën ka një dritë theksuar, pra Super-ën, sepse është afër tokës dhe drita e saj është që na ndriçon në brendësi, sepse kemi në brendësi në të organeve tona, pra që është ajo që është energjia femrore, është energji krijuese, energji e dashur, energji
edhe mësur, minjose që falë, pra duke qenë se jemi lidhur me këtë energji të mrekullueshme, sepse jemi lidhur me shpirtin, ndërkohë është që kjo hënë e superën e plot, është që na sjell, na ndriçon, na sjell në sipërfaqe emocionet që ne do t'i, pra jemi të vëmendshëm që do t'i ndjeni gjatë këtij muajit, dhe në këtë rast të kuptoni që do të filloj me energjin e si ndikon pra energjia e binjakut tek të gjithë ne. Mësoni që ndikon tek të gjithë ne, pra në çdo ne do t'i kalojmë të 12 shenjat e hënave, qoftë të reja, qoftë të plota, dhe është vazhdimi i asaj që ju keni hedhur farën në 26 maj me hënën e re në binjak, dhe tani jeni duke korrur atë çfarë ju keni kërkuar, pra ndërkohë të kuptoni që është ndikon shumë te elementi i ajrit dhe te elementi i zjarit, dhe elementi i ajrit është binjaku, është peshori, është ujori, elementi i ajrit është që tregon, pra janë mendimtar, është energji pra mendore, janë intelektual, janë teknik, janë të pavarur, janë shoqëror, janë pra argëtues, pra këto janë shenjat që janë të pavarur, dhe këto janë shenjat që janë të elementi të ajrit, dhe ju nëse i ndjeni këto, ju sigurisht jeni pra keni arritur duke ndjekur atë që ju drejton shpirti, dhe ndërkohë është që ju bën me të vërtet vazhdoni pra të ndiqni rrugëtimin e shpirtit, dhe në këtë rast ajo që ju drejton shpirti dhe ju duhet të veproni, dhe në këtë bën që atë që ndjeni e veproni me mendjen tuaj, që kërkon, ndoshta jeni rritur në kuptimin asaj, ndjeni që keni një intuit të lartë, e ndjeni që jeni pra shqisat tuaja janë akoma më të ndjeshme, ndoshta edhe kuptoni që jeni në veten tuaj me të vërtet në rrugëtimin, pse shpirti ju solli këtu, dhe jeni të lidhur me misionin dhe me drejtimin e jetës tuaj, që të gjithë jeni unik dhe e dini. Ndërkohë është dhe elementi i zjarit, dhe në këtë rast është që ka të bëjë me dashin, ka të bëjë me luanin dhe shigjetarin, dhe kjo elementi i zjarit është që janë krijues, pra jeni të vëmendshëm, janë krijues, janë me të vërtetë pasionant, janë entuziast, janë frymëzues, janë impulsiv, ashtu sikurse dhe pak dramatik, por mi të gjitha janë aventurier dhe karizmatik. Këto, nëse ju i keni këto lloj gjëra, pra i ndjeni në veten tuaj, ju jeni me të vërtetë që keni një përmbushje dhe një përfundim për atë që të gjithë jeni unik, dhe në këtë rast ju jeni të zgjedhur. Gjithsesi, nuk mund të jem të them se si ju ku jeni, se sigurisht që shumë shkruajnë dhe unë dërgoj mesazh, por jeni ju që ndiqni këto rrugë, që të kuptoni që kjo energji ndikon në këto shenja, po ndikon dhe tek të gjithë ne. Energjia është sa e ndryshueshme, pra do të ndjeni që keni ndryshim, po shënim do të ndjeni që keni dhe paqëndrueshmëri. Mësoni që të gjithë të jeni të vëmendshëm në këtë kohë se çfarë shkruani, sepse është dhe koha që janë, ju mund të jeni lidhur, se jemi të lidhur, dhe çfarë shkruani në social media, gjithsesi të jeni të vëmendshëm me qëllim që të mos bëheni pishman për atë se çfarë keni shkruar, nuk keni pse nxitoni, jeni të sinqert me veten dhe me të tjerët, flisni me vërtetësi, dhe ndërkohë do të ndjeni edhe atë që ka të bëjë me zgjidhjen e problemeve në lidhje me se është tema e binjakut,
që është jo vetëm komunikues, se thot unë komunikoj, por është aventurier dhe ndërkohë me motra, vlezër dhe me fqinj dhe jeni të vëmendshëm se kjo do t'ju sjellë që ju do të arrini kulmi dhe do të ndjeni që e vetmja zgjidhje është falim. Pra çfarë do lloj që keni patur, keni kaluar, ju i keni krijuar për shembull shqetësim motrës, vllajt apo fëmijët apo ata ju, ne do të falim dhe kjo është nëse ju i ndjeni këto energji që ju vijnë, nëna ju fton që me të vërtetë jo vetëm të falni, por dhe të jepni minjose. Do të vazhdoj në pjesën e dytë. Pjesa e dytë ka të bëjë me shtëpinë, shtëpia numri 3, në numerologji numri 3 është që udhëhiqet nga planeti Jupiterit dhe planeti Jupiter është planeti i fatit, planeti i bollokut, planeti i zhvillimit të shpirtit tonë, se shpirti kërkon rritje, zhvillim. Dhe që të gjithë jeni unik se si e ndjeni, por ndërkohë është binjaku që udhëhiqet dhe nga planeti Mërkurit, dhe Mërkuri është që jo vetëm ka të bëjë me na ndihmon ne në lidhje me si kemi mendimet, si kemi sjelljet, si kemi fjalët tona, por është ndërkohë edhe për tregtin, ashtu edhe për elektronikën, pra është që na ndihmon. Ndërkohë të kuptoni që vetë planeti Mërkurit njihet ndryshe edhe si angjëlli që jep mesazhin e Zotit, e universit të bollshëm. Pra na ndihmon që ne të jemi të flasim dhe të kemi mendime dhe të kemi sjelljet çdo lloj me vërtetësi. Pra të jemi të vërtet në këtë jetë, ashtu si krijesa e ka krijuar jetën tonë. Mësoni që të gjithë jemi të ftuar, që çfarë do lloj ne do të kalojmë në këtë, është që për 2 javë ju kërkohet, 2 javë të hënës plot, ju kërkohet që jo vetëm që ju do të ndjeni që do të thoni më tepër se që keni thënë, pra do të ndjeni dhe pse, sepse ju ndoshta e kuptoni, keni bërë një punë të mrekullueshme, ndjeni që shakra e fytit ju është hapur më shumë, pra doni të thoni më tepër se që keni thënë më përpara, pra jeni më të hapur, dhe në këtë rast shenjë tjetër është që superëna ndikon në emocionet tona, emocionet janë më intensive, sepse superëna është afër tokës, drita e saj na ndriçon akoma dhe më shumë, dhe duke qenë se është tema e binjakut që thotë unë komunikoj, dhe në këtë rast në lidhje me marrëdhëniet që ne kemi me motër, vëlla, fëmijë, ju kërkon që ju të shikoni dhe njerë ato që ju sjell nëna, pra që ju sjell trupi juaj, që ju vinë dhe nuk vinë pa një shkak, pra ka diçka, nuk ka rëndësi, ju i të jeni pra të vëmendshëm dhe në këtë rast kërkohet që të jepni zgjidhje. Pra ja u sjell me qëllim që të jepni zgjidhje me vërtetësi për atë se çfarë ju sjell, si e ndjeni, si vijnë emocionet tuaja. Ndërkohë është që ju kërkon dhe ju vetë të pyesni, pra si ndjeni, a jeni të sinqert me ndjenjat tuaja, pra jo vetëm me familjen, me motra vlezër, por edhe me ato ndjenjat tuaja, pra në sinqeritet. Ndërkohë është që mesazhi i nënës është që ju ndoshta e ndjeni, sepse e ndjeni që jeni, kuptohet që çdo ditë ne rritemi dhe në këtë rast ndjeni që jeni të rritur në veten tuaj, pra me shpirtin tuaj, ndjeni që jeni në fillim të një rrugëtimi të ri, shërim, rritje, transformim apo ndriçim sipas asaj që ju jeni, por të kuptoni është që ka një, pra jeni që të gjithë, është një energji e shpejtë që të gjithë e ndjeni që keni një ndryshim sepse ne ndihmohemi
Dhe kjo është ndoshta ndoni që të arratiseni, pra të shikoni me veten tuaj apo me të dashurit tuaj 1 ose 2, 3 për të krijuar një lloj aventure, pra sepse është aventurier Binjaku, që të shëtisni për shembull, të shikoni botën, vendet e bukura, fshat turistike tjera, por mesazhi në nëse nafton ne që çdo gjë, pra jemi të lidhur për të parë se çfarë po ndodh me gjërat tona të përditshme, pra jemi të ftuar të rishikojmë edhe një herë si po sillemi me gjërat tona të jetës së përditshme. Dhe në këtë rast jeni të vëmendshëm, pra në lidhje me kujdesin, pra në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, pra ose në lidhje me gjërat që listat ose çfarë ju keni kërkuar, në lidhje me lutjet tuaja, në lidhje me çfarë shpirti juaj ju drejton që të vazhdoni akoma, pra që ju drejton shpirti. Dhe në këtë rast jeni të vëmendshëm në lidhje që të filloni të veproni, pra është koha dhe është viti i planetin Mars, Marsi është veprues. Dhe ndërkohë është që të kuptoni që të gjithë ne jemi të ftuar të fillojmë të veprojmë. Ne nuk mund të rrimë me ëndra apo me vizione e tjera. Okej që ëndrroni, okej që jeni në imagjinatën e tjera, por edhe kërkohet që të veprohet. Ndërkohë është që frekuencat e larta që të gjithë ne ndihmojmë dhe frekuencat e pastra qellore naftojnë ne që të gjithëve që pra na bëjnë thirrje që ne të shprehim veten tonë, pra të lidhemi dhe të shprehemi veten me veten, sigurisht në lidhje me sinqeritet dhe me vërtetësi për ndjenjat tona, me vërtetësi, shpirti këtë kërkon, me vërtetësi, dhe ndërkohë është që ju, pra do të jemi ballë për ballë, duke komunikuar jo vetëm ju me 2 energjit, mendje dhe shpirtin, por edhe për një pjesë nga ju që e ndjeni që keni ndjekur rrugën e shpirtit, sepse ju drejton shpirti dhe ju keni qenë të lirë dhe vazhdoni, është do të keni, pra do të keni biseda, ju ndihmojeni, jeni të vëmendshëm se ku keni arritur, se çfarë keni arritur, pra atë që keni arritur, jepni me të vërtetë vetes tuaj falënderim dhe mirënjohje për çdo gjë që keni arritur deri tani. Sigurisht që ju i bëni këto se shpirti e jep këtë, ne jemi mirënjohës, sepse ne ndjejmë që kemi çdo ditë jetës, edhe pse ka herë mirë, herë jo mirë përsëri, ne jemi falënderues sepse ne ndjejmë që jemi në rrugën e mrekullisë, në rrugën e drejtimit shpirtit ton, dhe ndërkohë edhe dramat që ju keni me motra, vëllezër e të tjera, ju do ta ndjeni që është, pra ka zgjidhje. Pra ju keni marrë me të vërtetë atë që sjell kjo superëna e plot, na sjell kulmin për zgjidhjen e tyre. Pra sipas asaj që ju e dini se ku ndodheni. Ndërkohë është që nafton që të gjithë që ne të lëmë më njanë problemet në lidhje me komunikimin si ne kemi me motra, vëllezër, fëmijë, pra në kuptimin asaj ne nuk mund të qëndrojmë me komunikim me fjalët lënduese apo mendimet për të cilat nuk janë optimiste, që brenda familjes, pra të jemi të vëmendshëm në lidhje me komunikimin. Ne duhet të jemi gjithmonë miqësor, të dashur dhe optimist, dhe të japim, ja është familja jonë, nuk kemi pse rrim, pra me atë zemërimin apo në të tash që të gjithë jeni unik. Ndërkohë është që të keni kujdes në lidhje me mosmarrëveshje që mund të lindin, nuk keni pse nxitoni, nuk keni pse krijoni pra mosmarrëveshje të pa kontrolluar, apo në lidhje me
atë çfarë mund të ndodhi, mësoni që të gjithë ne jemi të lënduar, ka qenë afatikor i tillë. Dhe çfarë ndodhi, okej, ne do ta lëmë atje, por tani ne do të zgjidhim këto probleme me dashuri, sepse shpirti e bën këtë. Për një pjesë nga ju do të sjellni që do të merrni informacion në lidhje me pyetjet tuaja. Pra ju nuk jeni vetëm dhe ju gjithmonë do të jepni, pra do të jeni të vëmendshëm për atë që ju pyesni. Po kështu kujdes se çfarë shkruani, sepse është dhe koha tani që ne festat e të tjera, edhe sigurisht që janë që përdoret interneti shumë, sidomos në Facebook. Për një pjesë nga ju jeni ndoshta e ndjeni që doni të të jepni atë ndihmën tuaj, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se ku ndodheni, por shënim për ju që keni të vëmendshëm çfarë ju shkruani, sepse më mbrapa mund të bëheni dhe pishman. Pra jeni të vëmendshëm, nuk keni pse merrni, pra troç të sinqert dhe të vërtet me atë që shpirti ju drejton. Ndërkohë të kuptoni që të gjitha probleme që më keni me motra, vlezër edhe fëqinj, qoftë ju mund t'i keni, pra keni bërë diçka prej tyre dhe ndjeni tani që shpirti u sjell, do të falni qoftë veten, sepse ashtu e dini, por edhe ata nëse ju kanë bërë ju, pra ju kanë lënduar ju, edhe ata do t'i falni që të liroheni. Pra falni veten se shëroheni, falni të tjerë se lirojnë, dhe këtë e kërkon në anë. E plot dhe ju kërkon o gjithçka o asgjë. Ndryshe, nëse ju nuk i arrini këto tani, ju do të vazhdoni edhe vitin tjetër. Pra kështu është, shpirti është që kështu jemi krijuar nga krijesa, ne ndihmojmë, ne mësojmë dhe ne krijojmë. Dhe në këtë rast, çfarë do lloj që ne kemi kaluar, shpirti na solli këtu, dhe pse u krijuar diçka me lëndime, tani ne kemi shans që të falim, e vetmja është me të vërtet falja duhet, ashtu sikurse dhe do t'japim minjoje me dashuri, dhe në këtë rast ju do të përdorni këtë mantër. Mbajni shënim. Unë e lejoj të shpreh vetëm dashuri, dhe jeta më sjell gjithçka që më nevojitet. Pra kur unë lejoj të shpreh vetëm dashuri, dhe jeta më sjell gjithçka që më nevojitet. Mbajni shënim dhe thuajni edhe në anën e plot. Dhe sigurisht nëse ju ndjeni këto, pra në këtë kohë që i keni nevojë, është me të vërtet sa më shumë optimizëm, sa më shumë dashuri të jepni, aq më shumë ju edhe do të lirojni nga çdo bllokat. Jo vetëm që ne ndihmohemi nga karma i vjetër, pra që kemi të mishëruar nga zakonet, apo bagazhet e vjetra, apo besimet kufizuese, mendimet, modelet shkatruese tjera që kemi krijuar, po ashtu dhe vetë, sidomos sekretet. Pra që të gjitha çfarë ju dalin në këtë moment, jini optimist dhe jini të hapur. Dhe një mantër tjetër që do të përdorni është dhe unë lejoj me këtë anë të plot, mbajni shënim me këtë anë të plot të bukur, unë fal gjithçka, çdo gjë, çdo përvojë, çdo kujtesë të së kaluarës dhe të tashmes, dhe unë i lejoj që të lirohem prej tyre. Unë jam gati të fal, dhe jo vetëm fal veten time për gabimet dhe mësoj prej tyre, por unë e di që dhe universi më jep dashuri dhe më ka falur mua. Dashuria më lejon që të kontrolloj jetën, dhe me këtë unë ndihem e shëruar. Pra, çfarë do të thotë, duke bërë këtë, ju pranoni çdo gjë që të falni, pra në këtë rast, gabimet tuaja, pra të që ju sjell në anë, gabimet tuaja të mësoni prej tyre, dhe të mos i përsërisin, dhe ndërkohë edhe nëse të tjerët, pra na kanë
na kanë lënduar, po ashtu t'i falim, dhe kjo është ju do të arrini, pra jeni gati, dhe mantrat janë fjalë, po janë fjalë optimiste. Ndërkohë për një pjesë nga ju që e ndjeni që djeg zemra nga ju, dhe kërkoni që të vazhdoni të ndiqni shpirti, është që mantra unë pranoj që me dashuri dhe me të shëroj të gjitha marrëdhëniet e mia, të gjitha besimet kufizuese dhe të gjitha mendimet me qëllim që të lirohem prej tyre. Unë dërgoj jap vetes time dashuri, po ashtu njerëzve që njoh dhe që më njohin gjatë gjithë afatit kohor, duke i falur dhe ndërkohë kërkoj dhe ftoj të gjitha coprat e shpirtit tim që në këtë hënë të plot të pastrohen nga çdo blokad që nuk më shërben dhe të lidhem të bashkohen dhe komplet një. Me këtë unë arri në veten time të vërtet faleminderit. Pra duke e bërë me nënën këtë lloj mantre, ju po ashtu pra jeni gati që të çliroheni nga çdo lloj mendimi, çdo lloj besimi kufizues, ashtu sikurse edhe nga marrëdhëniet tuaja që keni ne me të tjerët, apo ne me veten tonë dhe me veten tonë, dhe në këtë rast ju ndihmojeni. Pra sipas asaj që ju jeni, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini dhe përdoreni këtë mantër. Ndërkohë të kuptoni që të gjithë ne do të arrim gjithçka, kujtoni dhe mbani mend, që të gjithë ne nuk është ajo që ne themi, pra nuk është ajo që ne themi, por është ajo që kërkon nëna e plot, mënyra se si ne e themi. Pse e them këtë? Sepse mënyra se si ne e themi, ne nuk dëgjojmë, jemi impulsiv, ne nuk dëgjojmë njëri tjetrin, dhe ku ne nuk dëgjojmë njëri tjetrin dhe ne keq kuptohemi, sepse çfarë ndodh duke mos dëgjuar, pra atë që ne themi është mënyra. Pra mënyra se si ne themi atë e para si e themi, por dhe mënyra se si ne pra kërkojmë të dëgjojmë atë që thuhet. Dhe kjo bën sjell përplasje, sjell keq kuptime, dhe shpesh e keni dëgjuar që i thoni, për shembull keni një debat dhe nuk ishte ky qëllimi. Në fakt tjetri nuk e di se çfarë ti thua, po shet mënyrën se si ti e thua. Prandaj nuk ka të bëjë me atë se çfarë thoni, ka të bëjë me atë mënyrën se si e thoni. Pra e thoni me impulsivitet, e thoni me atë që nuk jeni, pra nuk duroni, nuk jeni të vëmendshëm të dëgjoni deri në fund se çfarë thuhet. Ndërkohë është kjo kërkon të gjeni dhe ekuilibrin, dhe në këtë rast ka të bëjë me disa gjëra janë me të vërtet, sipas asaj që ju keni arritur, midis familjes tonë, shtëpisë, familjes tonë, por dhe botës së jashtme. Pra kërkohet të jeni të vëmendshëm në fillim të kushtojmë rëndësi familjes tonë, shtëpisë tonë, dhe sigurisht që edhe me botën e jashtme, sepse në fund të fundit në qoftë se ne do të ndim të sillemi me dashuri, me dëmshuri, me mirënjohje, me falënderim dhe duke respektuar njëri tjetrin, këtë do ta kemi edhe në botën e jashtme. Dhe kjo është mrekullia e këtij afatit kohor, që ne të jemi me të vërtetë jemi të ftuar të gjithë, jo vetëm që ne jemi ndërgjegjësuar dhe jemi njohur me botën, por ne edhe të njemi me veten tonë, si kemi problemet brenda në familje, por në fillim me veten tonë, dhe mbasi ne kemi arritur me veten tonë, ne do të kuptojmë pra ekuilibrin në këtë rast në shtëpinë
dhe me botën e jashtme. Tjetër, shumë nga ju keni bërë një punë të mrekullueshme dhe ndoshta atë që ju jeni lutur ose keni kërkuar se këtu jetojmë, këtu pra duam në këtë dimension jetojmë, pra në këtë realitet, në lidhje me ato çështjet ligjore, që mund të jetë, që të gjithë jeni unik, pra ka zgjidhje, sido që të jeni, pra tani mund të sjellë zgjidhje nga ana ligjore, pra atë që ju keni bërë lutje, pra atë që ju keni kërkuar. Po kështu, ndjeni që keni një lloj me miqt apo me të afërmit tuaj që i keni larg, ndjehet që janë të rëndësishëm. Ashtu, duke qenë se është dhe kërkon, pra binjaku është që kërkon të udhtoj, ndoshta i ndjeni që doni të bëni udhtime të gjata. Gjithsesi që të gjitha këto janë që ju doni të jeni këtu apo atje, por që e ndjeni këta, ashtu sikur se ju tregova, ju do të falni, është shën tjetër, ju do të falni patjetër, për arsye sepse falja është ajo që me të vërtet do të na lirojë nga çdo lloj blokade dhe ka të bëjë me këtë, ne do të falim në lidhje si kemi fjalët, për fjalët tona që jemi shprehur ndaj motrës, vëllezërve, fëmijëve, se është tema. Si kemi fjalët, mendimet, sjelljet, pra mënyra se si ne i kemi thënë, ne do të falim për këtë, ashtu sikurse të kuptoni që edhe në lidhje me si janë shprehur, pra kur ju të lidheni, po ashtu, ndoshta ju ka lënduar motra, vllai ose fëmijë, pra ju ka bezdisur, ju ka zemruar, përsëri, edhe pse kanë qenë të padrejtë ndaj teje, përsëri ne do t'i falim. Pra kjo është që ju do të falni. Mënyra se si ju do të falni, unë kam bërë video dhe është ka stile, ju tregon teknika, përse ju duhet të falni dhe si të falni, është me të vërtet, është para disa muajsh, por të kuptoni që ju ndihmon nëse kërkoni me të vërtet që ndjeni që pra shpirti juaj i ka këto probleme dhe po ashtu edhe mirënjohja. Mirënjohja është që na rrit në ndjeshmëri dhe në këtë rast bën që të japi egos tuaj, pra i edhe mendore, duke qenë mirënjohës, duke qenë falenderuese, duke qenë mirënjohës për jetën që ne kemi dhe të kënaqur me atë që kemi, duke qenë falenderuese për gjithçka, çfarë ndodh është që ju për atë që doni të manifestoni, ashërimi, është rritja, është transformimi, është ndriçimi juaj, nuk ju sjell pengesa, sepse mendja është që kur ju jeni mirënjohës, e bëni egon që të mbylli gojen, pra edhe rritet ndjeshmëria juaj, rritet koeficienti i energjisë tuaj, rriteni në veten tuaj, ndjeni akoma më të gëzuar, më të lumtur, më argëtues, dhe kjo ju bën që ju të realizoni pra ëndrat tuaja për atë që shpirti juaj ju solli këtu. Pra imagjino falenderues për 3 gjëra, për 3 njerëz, për 3 pra vende të tjera, pra që ju bëjnë ju që të ndjeni të gëzuar. Gjithsesi dhe për këtë tash dhe njerë është video ka stile dhe kjo është pak a shumë tema për këtë video dhe të kuptoni që duke vepruar për atë çfarë ju sjell superëna, që janë emocionet tuaja, duke vepruar këtë muaj, ju ndihmojni, ju nuk jeni vetëm qëndroni optimist dhe përdorni me të vërtet ta lejoni veten që të flisni edhe të shprehni edhe të jepni dashuri dhe ju të rrishni dashuri. Sa më shumë optimist jeni në jetë, edhe atëre kur ka pengesa, të qëndroni optimist, edhe atëre kur ju ndjeni diçka në trupin tuaj, të kuptoni që përderisa ju ndiqni shpirtin, shpirti ju drejton, shpirti ju do më shumë, lejojni pra të vazhdoni të ndiqni këtë rrugëtim, sepse është me të vërtet shërimi juaj. Kur ju ecni në ritmin e ndryshimit të stinëve, si ndryshojnë stinë do ndryshoni ju dhe të fazave të nënës, qofte re, qofte plot, të jeni të sigurt që pas hapi
në këtë energji të shpejt për të cilën ne ndihmojmë, ne nuk jemi vetëm, është që ju hapasapi për atë që jeni të vëmendshëm se çfarë po ndodh me ju çdo moment të jetës, se shpirti jeton me momentin dhe të vazhdoni në rrugën e shpirtit, ju jeni në këtë moment në përmbushje ose në fillimin e një faze të re dhe ndiqeni rrugën e shpirtit, sepse është jeta më e bukur për ju, për familjen tuaj, për shtëpinë tuaj, familjen tuaj dhe për të gjithë qenien tonë njerëzore, për të hapur zemrën dhe për të jetuar që të gjithë në liri, barazi, vllazëri dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.